Allahun e falenderojmë dhe prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salata dhe selame i dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që e ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Besimtarë të nderuam, në këtë çaste ku pranohen lutjet tona, e lutim Allahun e Arshit që Allahu të na mëshiron me rahmetin e tij. Allahu të na udhëzon në rrugën e tij. Allahu të na bën nga ata që e pasojmë sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe Allahu nasip na bëv xhennatul firdausin dhe na ruajt nga zjarmi i xhehenemit. Allahu e zbriti Kur'anin drit udhërrëfim për njerëzimin. Allahu e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam udhërrëfys për mbar njerëzimin dhe dritë të ummetit të tij deri në ditën e Kiametit. Hutbja e sodit ka një mesazh nga ajetet që flet për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për këtë personalitet shumë të lartë të dashur të Allahut, që vetë Allahu po thot: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Dhe ne të dërguarin e Allahut ka një shembull të mrekullueshëm, e ky shembull është vetëm se për besimtarët. Liman kana yarju Allah, ata që shpresojnë tek i madhi Allah subhanahu wa taala në ditën e Kiametit, wal yawm al akhir, dhe në ditën e Kiametit, u dhakar Allah e kathira, dhe ata që e përmendin Allahun shumë. Besimtarët nderuam, Allahu është dritë, Kurani është dritë, Resulullahi është dritë. Paramendoj në dynjat me hec me një udhëtim në një mal në errësirë, dhe nuk di ka me hec, edhe më dal dikush me dritë dhe më ta tregu rrugën ka me hec. Për në dynjat, çfarë stresi, çfarë trishtimi ki se nuk e din rrugën e dynjas, për në dynjajnë atë fol. Paramendoj, Allahu ta ka dërgu dritë pejgamberin alayhis salam, shembullin më të mirë të njerëzimit, që ta ndriçon zemrën dhe mendjen me shku në rrugën e xhenetit, me shku në rrugën e Zotit. Hoxh, po ka vdek pejgamberi. Allahu ka thonë për këtë burr: "E kam dërguar Resulullahin alayhis salam uswatun hasana", shembullin më të mirë. Mesazhi i hutbës: a mjafton me lavdru na pejgamberin alayhis salam, apo duhet me pasu Muhammedin alayhis salam? Dëgjoni, a mjafton muslimani veç me lavdru Muhammedin alayhis salam, apo duhet me pasu Muhammedin alayhis salam? Përgjigjja është: me lavdru e kanë lavdru edhe ata para nesh që nuk kanë besu Zotin. Edhe sot e vënojmë personalitetet më të larta prej 100 personaliteteve, numër 1 Muhammedin alayhis salam, po nuk e besojnë dhe nuk e pasojnë. Prandaj sharti i imanit është me besu Allah. Sharti i imanit është me besu në pejgamberllëkun e Muhammedit alayhis salam. Në shartin e imanit është me besu se pejgamberi është yrneki i pazavendësuar në çdo çështje të jetës tande, vëllai dashur. Hoç ka njerëz të meqëm, a e pasojna. Njeri më të meqëm e pason në gjanat që t'i jep me vlerë, po njeri i meqëm mund edhe me gabua, du të me pasu? 99 vlera i ka kitë në rregull, një e ka dallash. A ka mundësi me thonë se pejgamberi ka pas dallash, diçka që ka na ka mësu neve? Prandaj u ka një meqëm, u ka një urtë, a dini pse? Se njeriu mëson prej njeriut. Resulullahi kush e ka mësu? E ka mësu Gjibrili, e ka mësu Rabbul Alamin, e ka ngrit Miraj. Dhe emri Muhammed është prej krijesave më të dashur të Allahut. Duhet mu kanë njeriu më i dashur në zemrat tona. Nuk ka xhenet ai që nuk e don, nuk e beson dhe nuk e pason Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ulemaja kanë thënë: al-iqtida bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasimi i sunetit pejgamberit është urdhën i imprem, i patjetërshëm në çdo çështje të jetës tande, në gjitha aspektet. Na kur të falmi, ç'ish falmi? Na ka mësu pejgamberi alayhis salam ç'ish mu fal. Haxhin ç'ish e krym? Na ka mësu pejgamberi alayhis salam. A dini pse? Se ka thonë Allahu në Kur'an për Muhammedin alayhis salam: "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Ata që ta afron pejgamberi merre, ata që ta ndalon largoju nga kjo. Besimtarë nderuam, këtu në mesin ton ka baballar që kanë evlat, ka burra që janë të martuar, ka udhëheqës,
ka tregtar, ka njerëz që janë gjykatës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë shembulli më i mirë si burr. Më i miri ka qenë si burr. Pejgamberi alayhis salam është qudwatun hasana si bab, ka qenë Rasulullahi alayhis salam shembulli më i mirë si bab. Ka qenë shembulli më i mirë si gjykatës. Ka qenë Rasulullahi shembulli më i mirë për drejtësi. Ka qenë shembulli më i mirë si muallim, si mësues. Ka qenë pejgamberi alayhis salam më i miri si tregtar. Ka qenë pejgamberi alayhis salam mbi të gjithash si njeri më i dashur dhe më i miri të gjithë krijesat. Kush? Pejgamberi alayhis salam. I mirë me shoqëni, i mirë me familje. Shembullin e mirë nëse e pasojmë është i vetmi Resulullahi që meriton. Çka i të bën sunetlëk? Muzika kërset, rakia kërset, çka i të çuva dha një sunet pejgamberit alayhis salam, mos e ban hiç. Çka i të baba valla darso me 500 vet? A ka vend për më falë në darsëm? Jo, pse se ka shejtan, ka muzik, ka haram, ka shka. Shka i të bëva la sunet është darsëm me bo. Sunet me standard të kujna, standard shejtanit, të pasuzve të dalaletit, apo të hidajetit Resulullahit a.s. Prandaj pak janë atë të hakut dhe pasuz të sunetit. Sot edhe me shku dikun darsëm, do të një qarshaft vogël, një 2-3 vetë më falë, e 200-300 vetë mu të shmend në tonë me muzik dhe me haram. Valla sunetin e pejgamberit jam të asin. Valla hoq, është ditëlindja pejgamberit, është ja, okej, në rregull, na e dojmë pejgamberin. Resulullahi nuk duhet mu dash vetëm një moment, nuk duhet mu respektu veç një moment. Resulullahi alayhis salam në çdo kohë dhe në çdo vend duhet me dash, me lavdru, por pa punu dhe pa ndjek rrugën e tij se ke besu tamam. Besimi në Resulullahin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber është kur ti e pason në rrugën e tij. Prandaj o vëllezër, me fjalë të shkurta, pejgamberin Allah e ka thënë ërnek të mirë. Ai të rahaton ty me gruën tënde ti qysh mu sjell. Që rregullimi i martesave tona është mos pasimi sunetit në standardin e sunetit të Resulullahit alayhis salam. Unë jam shembull që me sunetin e pejgamberit i kemi rregulluar raportet shoqërore, raportet e niqahit mes burrit dhe gruas. Unë jam shkak, badallah, që i kena marrë mësime në sunetin e pejgamberit alayhis salam, burri martum s'ka kohë për gruën, gjithë natën rrin kanter, se nuk është burr tamam, ai gjithë natën lun. A dini çka e kam thoja fjalën? Nuk e ka, ai ka emrin burr, pa ai nuk është burr, kemi plot kësi. Allahu e ka thënë pejgamberin më na kallëzu çish mu bë burra, çish mu bë burri gruas, çish mu bë udhëheqës, çish mu bë mësues tamam. Po dhe mësuesi dhe profesori gjithë ditën në Facebook, nxënësat në shkollë. A është shembulli i mirë ai keq? Po dhe hoxha, është hoxh po nuk ban davet. Po është hafiz i Kuranit po nuk lexon Kur'an. Shembulli i mirë është prej Resulullahit në gjitha porët. Prandaj, a mjafton ta lavdrojmë pejgamberin? Nuk mjafton, duhet me lavdëru shumë, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duhet pasuar në çdo kohë, në çdo vend dhe në çdo vepër që na ka porositur pejgamberi. Pse? Se lidhshmëria jonë me Muhamedit alayhis salam në praktikimin uswatun hasana, në shembullin e mirë, e ban njeriu që bindja e tij të jetë e lidhur me Allahun. Ju që flitni nuk keni xhima. Është mirë, jam e lëshu xhamien, jam e hesht. E kum tregu disa herë për rregullat e xhumas, në xhuma nuk flitet. Këtu është vend i ndëgjimit fjalëve të Allahut, nuk është i mohabeteve të jashtit. Ju lutem, ata që vinë për mu falë dhe me ndëgju fjalën e Allahut dhe të Resulullahit le të ndëgjojnë. Ata që nuk janë është mirë me lëshu vendin, mos me prish rendin e xhamisë. Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është me ndëgju fjalën e Allahut, fjalën e pejgamberit dhe me ndjek rrugën e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pe përfundojmë, krejt na e bëjmë këtë se ne shpresojmë takim me Allahun me dalë në ditën e kiametit. S'munësh me dalë faqebar para madhnisë Allahut nëse nuk e ndjek shembullin e mirë. Se pejgamberin alayhis salam Allahu nëpërmjet Xhibrilit e ka eduku, e ka mësu dhe në asnjë çast nuk e ka lënë me gabu. Në vetin njëri hoxha ka gabu pejgamberi para pejgamberllëkit, Resulullahi alayhis salam edhe para pejgamberllëkit nuk ka gabu. As nuk ka vjedh, as nuk ka rrejt, as nuk ka mashtru, ka shembull i mirë. E ka pas emrin besnik el emin. Besnik para pejgamberllëkut, besnik mas pejgamberllëkut. As alkool nuk ka pi, as shirk Allahut si ka bën shirk i kanë bën tjerë.
por pejgamberi alayhis salam është shembulli jon. Prandaj lutim Zotin e Madh që neve të na ban pasues të tij, e mos na ban vetëm ta lavdrojmë dhe të thojmë po Muhamedi alayhis salam ka qenë njëri mençëm, aty në asnjë moment nuk je në afërsinë e mençurisë pejgamberit, në praktikimin e jetës së tij. Prandaj Resulullah e ndërton statusin, e rregullon raportin familjar, raportin bashkëshortor, raportin social, raportin ekonomik, raportin politik, raportin shoqëror dhe mbi të gjitha është raportin shpirtëror ta ngrit lart. Prandaj nëse dojmë ne të i rregullojmë këto raporte, kemi vend dhe është vendi i Resulullahit më i lartë mas Rabbul Alaminit. Prandaj ta ngritim dijen ton, në imanin ton, në tërbijen ton, në shoqërinë ton, në ekonominë ton, me edukimin më të lartë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun azza wa jall që Allahu të na bën nasib shefatin e pejgamberit në ditën e Kiametit. Allahu të na ringjall me të ja Rabbul Alamin. Elusim Zotin e Madh që dritën e tij ta pasojmë në këtë dynjë, ta gjejmë dritën e tij në ditën e Kiametit kur është më tërë. Ta gjejmë dritën e tij në natën e vorrit, në urën e Siratit dhe të ban te burimi haud. Allahu nasib na baft te burimi haud me pi ujë nga ujit e xhenetit. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.